Droni I një buri kap një ishull që nuk ishte në asnjë art. Ajo që sheh më pas e lë pa fjalë. Nëse pamjet e dronit nuk do të ishin kapur kur, historia e peshkatarit do të ishte shpërfillur si rrëfimet e një të çmenduri. Filloi me një zbulim aksidental nga Jake, një peshkatar vendas, I cili mbështetej në teknologjinë moderne për të lundruar në ujërat e rrezikshme ku punonte. Ndërsa përdorte dronin e tij për të vëzhguar rrugën përpara, ai asi në një mas toke që nuk shfaqej në asnjë art detare, një vend që logjika diktonte se duhet ishte braktisur shumë kohë më parë. Megjithatë, pasi pa pamjet e zmadhuara, djersa I rodhi në fytyrë, ndërsa kuptoi të vërtetën e tmerrshme. Por para se të vazhdojmë, shtypni butonin pëlqej, abononi dhe shtypni zilën në mënyrë që të mos I humbisni kurrë historitë tona të ardhshme. Ngjarja ndodhi menjëherë pas lindjes së diellit. Jake qëndroni vendosur në kuvertën lëvizse të varkës së tij të vogël të peshkimit, duke u përgatitur kundër detit të egër dhe të trazuar. Mjegu I të mëngjes ishte jashtëzakonisht e dendur, duke si një batanie e trashë gri që e rrësonte botën. Për të siguruar që nuk do ta nxirrte varkën e tij në breg, Jake përdori dronin e tij të besuar, një mjet që e përdorte për të zbuluar rrugën më të sigurt përmes mjegullës. Ai ishte një detar modern që përqafoi teknologjinë për të lehtësuar vështirësitë e zanatit të tij, konkretisht për të shmangur shkëmbinjtë e dëmzuar dhe shtretërit e lartë me rër,